Pas një rezultati që e konfirmon si forcën kryesore politike në vend, Partia Socialiste ka marrë dhe një mesazh falënderimi nga kryebashkiaku i pezulluar i Tiranës Erion Veliaj, edhe pse ndodhet në paraburgim. Veliaj ka zgjedhur rrjetet sociale për të përcjellë mesazhin dhe mirënjohjen ndaj qytetarëve, që sipas tij treguan besim të madh në projektin politik që ai përfaqëson. Në mesazhin e tij publik, Veliaj nuk kurseu vlerësimet për ekipin e Partisë Socialiste dhe për drejtuesit e saj, Edi Rama, të cilin e konsideron si udhëheqësin që ka çuar përpara ndryshimin dhe zhvillimin në vend. Ai u shpreh se ndjeti për ulur për mbështetjen masive të qytetarëve që i kanë dhënë kësaj force politike dhe nënvizon se vota e 11 majit është një refuzim i qartë ndaj retorikës së vjetër opozitare. Shqiptarët dinë të vlerësojnë ndryshimin, punën, zhvillimin dhe e dinë fare mirë që ka vetëm një forcë që mund ta çojë Shqipërinë përpara drejt Europës që kemi ndruar, Partia Socialiste e drejtuar nga Edi Rama dhe ekipi i tij. Veliaj nuk la jashtë vëmendjes edhe kundërshtarët e tij politik, të cilët i akuzon për mungesë përgjegjësie dhe përpjekje për të delegitimuar çdo proces demokratik që nuk shkon në favor. Salio & Co nuk kanë vesh ta dëgjojnë zërin e popullit, nuk kanë pasur kurrë sepse nuk e duan pushtetin për popullin, që nga viti 2013 deri më sot pas çdo humbje kanë folur për vjedhje, për komplot, për një popull që nuk i meriton. Sot ndihemi për ulur përpara kësaj mbështetje masive. E dua të falenderoj secilin prej jush, nga Veriu në jug, nga Lidia në perëndim, nga Amerika në Greqi, nga Anglia në Turqi, që i besuan Partisë Socialiste, pavarësisht pozitës në të cilën ndodhet. Mesazhi i Veliajt përçon një qëndrim të qartë dhe të fortë dhe një besim të palëkundur në drejtimin që Partia Socialiste do të ndjekë në mandatin e ardhshëm parlamentar. Reagimi i tij vjen në një moment kur Partia Socialiste, veçanërisht në qarkun e Tiranës, ka arritur një fitore duke siguruar 19 mandate.